është ndarë nga jeta në moshën 91 vjeçare, ikona e kinematografisë shqiptare, Margarita Xhepa. Vetëm një ditë më parë, aktoria festoi ditën e saj të lindjes. Margarita Xhepa lindi më 2 prill 1934 dhe është një nga zonjat më të mëdha të teatrit dhe filmit shqiptar. Gjatë karrierës së saj, ajo ka krijuar mbi 150 role në teatr dhe 32 role në kinematografi. Margarita Xhepa është nderuar me titujt Nderi i Kombit dhe Artiste e Popullit e Shqipërisë. Aktoria është vlerësuar me çmimin Actor of Europe në edicionin e 19 të Festivalit Ndërkombëtar të Teatrit. Çmimi kryesor për aktrimin më të mirë i takoi një prej aktoreve më të rëndësishme në hapësirën e gjerë të teatrit ballkanik për rolin e zonjës Nën në shfaqjen Kush e solli Doruntinën me regji të Laert Vasilit. Në vitin 2007 ju dha çmimi i karrierës për rolin e Nadjezhnës në monodramën Kënga e Mjellmës së Çehovit. Krahas teatrit, Xhepa është shfaqur në ekranin e filmit me një galeri të larmishme prej 32 rolesh.